Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Mbi 20.000 euro për një reklam, Eliona zbulon shifrat që fiton. Ish finalistja e Bigut në Kosovë, Eliona ka reaguar ndaj spekulimeve të fundit që lidhen me të ardhurat e saj nga reklamat në Instagram. Në një intervistë të fundit, ajo ka hedhur poshtë pretendimet se për një postim reklamues paguhet 7.500 euro, duke i cilësuar këtë shifra të pavërteta dhe të shkëputura nga realiteti i tregut vendor. Kur ti punon në tregun e Kosovës, sepse unë punoj edhe këtu edhe në Gjermani, në Kosovë nuk e shans me i thënë dikujt 7.500 euro, kur rroga mesatare është 400-500.000 lek. Rreth kësaj shifre, njerëzit nuk kanë mundësi me pagu 7.500 euro edhe me dasht. Janë çmime jo reale dhe nuk ka të vërteta të tilla në shtetin që ne jetojmë. U shpreh ajo. Gjithashtu, ajo theksoi se këto përmendje për fitime të larta nga Instagrami nuk përputhen me realitetin ekonomik, duke shtuar se bizneset lokale nuk kanë fuqinë blerëse për shuma të tilla.